ai që e don dikon, ai që është I lidhur vazhdimisht me dikën, vrehet kjo në gjuhën e tij, e përmend shpesh, flet për të shpesh. Prandaj Allahu xhallahu ala të ndërlozër nuk ka thonë për asnjë gjë, çish ka thonë për dhikrin. Wadhkurullaha dhikran kathira. Përmendeni Allahun shumë. Nuk ka thonë falni namaz shumë, nuk ka thonë jepni zakat shumë. Për gjitha ka thonë kryne, bëne, zbatane, mirë për mrena, suazëve të caktuara. Ndërsa, kur flet për dhikrin, s'ka limit, s'ka fund. Nuk thot as sa herënditje, as kur, as qysh. Përmendni Allahun shpesh, nga se përmendni Allahun shpesh nuk kupton gjallërinë e zemrës dhe lidhjes së fuqishme të robët me Zotin e tij. Prandaj, edhe pas namazit, edhe për namazit, edhe para gjumit, edhe pas gjumit, e kështu me radhë, besimtar dëshmon se zemra e është e lidhur me Allahun xhallahu ala. Edhe kur ti vetmuar, Allahun e përmend, andaj nuk bën mëkate në vetmi. Edhe kur syt e njerëzve nuk e shohin, ai Allahun e përmend, se Allahu më sheh, andaj ruhet e është I kujdesshëm që mos të shkel atje ku nuk duhet, mos të bën atë që nuk duhet. Nga se zemra e lidhur me Allahun xhallahu ala ja kujton Allahun në vazhdimsi, në mendjen e tij, në gjuhën e tij dhe në tërë qenien e tij. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sikurse Aisha radhiyallahu anha thotë, kanë yadhkurullaha fi kulli hini. E përmend të Allahun gjithmonë, vazhdimisht. Gjuha e tij është e lagur. Madje një shok I tij erdhi pyet ja Rasulullah, më jap një këshill, o I dërguari Allahut. Çka tha pejgamberi sallallahu? La yazalu lisanuka ratban bi dhikrillah. Tha le të jetë gjuha jote e lagur në vazhdimsi me përmendje të Allahut te barekuhu teala. Njëri jes rrugës, rrin vend, kudo që shkon, thot me gjuhën e tij, subhanallah, thot alhamdulillah, thot la ilaha illallah, thot Allahu akbar, thot astaghfirullah, e kështu me radhë. Dhe kjo përcjellet dhe motivohet nga zemra e tij, duke ditë kuptimin e asaj që e thot. Kështu funksionon besimi dhe lidhja me Allahun xhallahu xhelaluhu. Madje edhe kur begatohet besimtari, mbetet I lidhur me Allahun te barekuhu teala. Kur begatohet, nuk e harron Allahun xhallahu xhelaluhu, nuk habitet, nuk e rrezikon raportin me Allahun xhallahu ala, por kur begatohet, thot elhamdulillah. Elhamdulillah, Allahu ma ka mundsu, begatia Allahut, mirësia Allahu xhallahu ala. Andaj edhe në begati, edhe në vështirësi, edhe në çdo situatë funksionon lidhja me Allahun xhallahu ala, nga se zemra e tij është e lidhur me Allahun xhallahu ala, nuk e harron në çfarë situata që gjendet, në çfarë do begatie që gjendet, në çfarë do probleme që kanë, kudo që është besimtari, zemra e tij është e lidhur me Allahun xhallahu ala. Prandaj të ndërrozë kërkojmë një zemër të lidhur me Zotin xhallahu ala, jo të lidhur me njerëzit. Jo të lidhur me sebepet, nga se njerëzit vdesin e Allahu është I gjallë nuk vdes. Njerëzit harrojnë e Allahu nuk harron, Allahu din gjithçka. Njerëzit injorojnë e mohojnë, ndërsa Allahu nuk e harron asnjëherë mirësinë, është falëndërues në çdo mirësi që e ke bëu, pra ai të shpërblen, të ruan, kujdes për ty. Kështu që na mbetet të fuqizojmë raportin me Allahun xhallahu xhelaluhu dhe ta mirëmbajmë këtë raport duke mbajtur zemrën të lidhur në vazhdimsi me Allahun xhallahu xhelaluhu.